Së bashku vëllezër, përpara se të vazhdojmë nga fjala e Perëndis, Zoti shenjtë neve kërkojmë hirin tënd. Dhe për një herë akoma duam të na drejtosh ti, duam të na drejtosh ti me frymën e shenjtë. E ndjej shumë herë veten në atë shenjtë që nuk jam aq i denj, nuk jam ai i denj që duhet të vi përpara të tjerëve dhe të them, por përulësisht o atë vi përpara teje dhe kërkoj hirin tënd. Asnjë nuk mendoj se është i denj që të vijë dhe të ndaj fjalën tënde, përveç birit tënd që ti dërgove. Por përsëri ti na ke thënë atë shenjë që ne duhet të japim tek tufa, ne duhet të japim tek vëllezërit tanë, motrat tona. Kështu që trego hir sot dhe na drejto ti, na drejto me fjalën tënde, me mençurinë tënde, me urtësinë tënde. Ti të drejtosh, ti të udhëzosh, ti të ngacmosh zemrat e lënduara, ti të shërosh, ti të japësh akoma më tej. Në emrin e Jezusit, çdo gjë që do thuhet, ti ta filtrosh brenda shpirtit ton. Në emrin e Jezusit lutemi. Amin. Atëherë nga fjala e Perëndis, siç e lexuam më përpara në greqisht, po do ta lexojmë përsëri së bashku në shqip, ne do të flasim për urtësinë. Mendoj se nëse do bëj një pyetje kush do urtësi? Kush do urtësi? Kush do urtësi? Kush e kërkon urtësinë? Disa ngren 2 duar, disa ngren 1, disa ngren thonë shpirti im e do. Po të gjithë duam ama. Edhe ata që nuk ngren duar, tundin kokën, të gjithë duam. Edhe gënjen dikush nëse thotë që unë nuk e dua urtësinë, nuk e dua mençurinë, nuk e dua diturinë prej Perëndis. Thjesht gënjen veten, apo në këto momente nuk do ta pranoj, por brenda shpirtit të vet e pranon. Kështu që nga fjala e Perëndis thotë ne duam të shikojmë urtësinë e vërtet. Si do dalloj unë tiparet e një urtësie të vërtet? Shumë persona rreth rrotull meje thonë që ai ka fituar, ai po bën shumë gjëra, ai po bën çuditëra, ata janë të mençur, ata janë të urtë, ata kanë kaluar në etapa të tjera në shoqëri, unë kam ngelur mbrapa, ata duket sikur kanë një urtësi jashtëzakonisht të madhe. Por çështja është, kush është ai që vendos cila është e drejta dhe cila nuk është e drejta? Për fëmin tënda nuk vendos ti cila është e drejta. Amin, ti vendos. Derisa ai të kuptoj, derisa të vinë në një moshë që kupton çfarë është e drejta dhe çfarë nuk është e drejta, atëre edhe Perëndia kupton edhe na jep neve cila është urtësia e vërtet. Edhe do që ta japi. Do që ta japi që ne ta kuptojmë dhe ne të mbahemi fort prej saj dhe unë të jem në gjendje të dalloj urtësinë e vërtet. Mos të lëkundem. Mos të jemi varur nga era të ndryshme, nga zëra të ndryshme rreth rrotull, nga persona të ndryshëm, të cilët shumë herë flasin nga bolluku i zëmbrës së vet, që do të thotë me pak fjalë flasin nga mendja e tyre më tepër se sa nga ajo që thot Perëndia. Dhe dua si person, veçanërisht unë, por edhe për juve, dua që të dallojmë sot nga fjala e Perëndis si unë do të zgjedh një person të urtë në jetën time dhe unë si të bëhemi tillë. Çfarë veçorish ka? Atëherë le ta lexojmë së bashku nga Jakobi 3:13, ku fjala e Perëndis më përpara Jakobi u ka folur për veprat. Jakobi u drejton letrën, përpara se të futemi te pjesa e ëndë, Jakobi u drejton letrën hebrejve dhe kuptoni çfarë mendonte një hebre. Ishte popull i zgjedhur. Hebrejve që nuk jetonin brenda në Izrael, por jetonin në diasporë, jashtë Izraelit. Shumë herë fryrja e tyre ishte mos e natyrshme, ne jemi të Perëndis, ne jemi popull i zgjedhur, kush mund të na flasi neve, kush mund të na thot neve, asnjëri nuk mund të na gjykoj dot, ne jemi të zgjedhurit e tij. Por Jakobi ama u ka folur atyre brenda në përkishat e ndryshme edhe u ka thënë kujdes, më tregoni besimin tuaj nëpërmjet veprave. Dhe mos më thuaj kot që ti beson, nëse nuk e fryt e besimi që janë veprat. Më trego besimin tënd nëpërmjet veprave, u ka thënë te kapitulli 2. U ka thënë më poshtë, përuluni që t'ju lartësoj Perëndia, përndryshe mos u krekosti kot, sepse Perëndia, atë që është kryelart, atë e rrezon, dhe Perëndia është me të përulurin. Atëherë lexojmë nga fjala e Perëndisë së bashku tek 3:13 letrat e Jakobit. Urtësia që zbret nga lart. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur dhe i dijshëm?
Le të tregoj me sjellje të mirë veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. Por nëse në zemrët tuaj keni smir të hidhur dhe grindje, smir të hidhur dhe grindje, mos u mburni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. U drejtohet e brejnëve dhe thot, ju grindeni, ju keni smir, ju keni grindje, ju keni sharje njëri me tjetrit, ju acarojeni, ju jeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është urtësi që zbret nga lartë, por është toksore, është shpirtërore, është djallëzore. Jo shpirtërore nëpërmjet frymës, po nga shpirti im, nga vetja ime, dhe është djallëzore. Sepse atje ku ka smir dhe ka grindje, atje ka trazir dhe gjithçfarë vepra të këqija. Por urtësia që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj është paqësore, është e butë, është e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira të pamshme dhe jo hipokrite. Por fryti i drejtësisë mbyllet në paqe për ata që bëjnë paqe. Kjo është pjesa që do na drejtojë sot me hirin e Perëndis. Më përpara tek të rinjtë dhe të gjithë ata që nuk kuptonin mirë shqip, thash se urtësia nuk është një njohje intelektuale. Nuk është një sumicë gjërash që unë e kam përpara dhe atëherë unë do të bëhem një i urtë, sepse mbarova një universitet, apo mbarova një shkollë, apo mbarova një diçka tjetër, dhe jam bërë i urtë në veçantë, sepse këto po i mbaroj dhe do marr shumë bagazhe me veten time. Nuk ka të bëjë me bagazhet. Urtësia është në radhë të parë dhe vetia jonë e parë që do theksojmë sot është ajo që tham zemërbutësia. Po zemërbutësia në greqisht, që do thot praos, tek vargu 13, do të thot që është një person i cili mendon për të tjerët. Zemërbuti nuk mendon për veten e vet. Zemërbuti nuk është ai i cili është i padurueshëm, por është i durueshëm me të tjerët. Zemërbuti nuk është ai i cili thot, dëgjoni, unë kam të drejtë dhe do vendos të drejtën time dhe do të marr të drejtat e mia. Nuk është kështu zemërbuti. Praos, e thamë në greqisht që ka shumë, është një shumicë gjërash, është një shumicë karakteristikash. Është një person i cili e njeh fuqinë e vet, e di se çfarë pushteti ka, por nuk e zbaton pushtetin e vet ashtu siç dëshiron ai. E ka vënë në kontroll pushtetin, e ka vënë në kontroll për të mirën tënde, për të mirën e shumicës, për të mirën tonë, për të mirën time dhe për të mirën tënde. E ai është personi, është karakteristika e parë e personit të urtë. Nuk është një person gridavec. Nuk është një person i cili e ka, ne themi, e ka përgjigje në gjuhë, e ka përgjigje në gjuhë ai. Etimos. Amesos, na mas piti na pandesi. Nuk është ai. Nuk është ai sepse në qoftë se unë jam ai personi i shpejtë dhe ai personi që e mban veten për të urdhë dhe thot, me njëri ka përgjigje për gjithçka, atëre diçka ndodh brenda tij. Dhe e para që ndodh është krenaria. Është krenaria dhe nuk është urtësia në mes e cila po fiton dhe po del në sipërfaqe, po del egoizmi personal. Në fjalët e urta të kapitulli 11 dhe vargu 2 është një varg tepër i njohur, kur thot që kur vjen krenaria, do të vijë dhe turpi. Por dituria, pra urtësia është aty, është me të përulërit. Dituria, urtësia, mençuria, merreni si të doni, është një shumicë gjërash, por ne po flasim për urtësinë, është me të përulurit. Dikush mund të ketë shumë njohuri. Akoma dhe njohuri biblike brenda në kish, edhe mund të thotë shumë vargje, edhe mund të thotë shumë gjëra nga Bibla, mund të njohë shumë pjesë, mund të thotë historira, por nuk do të thotë as pak që është i urtë në sytë e Perëndis. Ashtu siç jashtë që ka një shumicë njohjes dikush, nuk do të thotë që është i urtë, sepse nuk përputhet me këto karakteristikat që më thot Bibla, që më thot fjala e Perëndis. Edhe nëse ai vllai apo ajo motra që ka një njohuri kaq shumë të madhe nga fjala e Perëndis, nëse nuk ka punuar Perëndia brenda vetes së tij, brenda saj, brenda kujdo, nuk është i përulur. Nuk është i përulur ashtu siç e thekson fjala sot.
por lavdi Zotit, sepse është fryma e shenjtë që na tërheq, na punon brenda vetes tonë, na merr si ajo majaja që i hedhim brenda brumit e na punon, derisa të dalim atje ku do Perëndia, derisa të fitojmë urtësinë e vërtetë. Dikur ishte një person i shkollave biblike. Kishte ndjekur jo vetëm shkolla biblike, por edhe seminare nga mbrapa dhe shkonte her pas here. Shkollat biblike kanë një diçka të mirë, edhe nëse dikush do ta bëj në një moment të jetës së vet mund ta bëj. Ekziston një muaj gjatë jo beharit, po aty gjatë maj qershorit, ku shkollat biblike bëjnë konferenca apo bëjnë seminare të hapura për çdo që do të shkojë dhe shkon edhe ndjek disa mësime. Ky person ishte një nga ata. Shkonte në shkollat biblike dhe dëgjonte këto seminare her pas here. Çdo behar, çdo maj, çdo qershor ishte aty. Vjen një moment edhe një person jo shumë i madh në moshë, afërsisht 70 vjeç, nga Irlanda, po shpjegonte fjalën e Perëndisë. Atë i dëgjonte i habitur, kishte ngelur kështu i mahnitur edhe thot: "Ku i dëgjove ti të gjitha këto? Un kam bërë kaq shkolla biblike, kam bërë kaq seminare, asnjëherë s'kam dëgjuar." Dua të them ku i dëgjova, i tha. I kam dëgjuar në Balt. Ngeli shtangur ky person, i tha: "Çfarë do të thuash?" I kam dëgjuar në një kasollë aty afër detit, tha, në Irlandën e Veriut. Aty kam ndënjur me Zotin, me Perëndinë në gjunjë në Balt, unë, Zoti dhe Bibla, edhe çfarë më thoshte Zoti, ato po të them. Por zemra e tij ishte kaq e përulur atij që fliste, sa të gjitha ato po i thoshte dhe dukeshin sikur rrëshqisnin brenda atij personit edhe tek të gjithë të tjerë, sikur rrëshqisnin pa asnjë lloj pengese. Sepse përulësia është bindëse. Përulësia është në radhë të parë një zemërbut, një person zemërbut, i dyti është i përulur, nuk krekoset, është i pastër, dhe ne do vazhdojmë poshtë me vargjet tona 14 deri te 16, t'i lexojmë së bashku. Por në qofse në zemrën tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, mos u mburrni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës, sepse e vërteta është ndryshe. Kjo nuk është urtësi që zbret nga lart. Është toksore, është shpirtërore, është djallëzore, sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazira dhe gjithfar vepra të këqija. Hajde tani dhe të bisedojmë brenda shpirtit ton, të mendojmë edhe të flasim se cili prej nesh zemrës son, shpirtit ton. Ka smirë tek unë? Ka grindje? Jam një person që më pëlqejnë trazirat, që më pëlqejnë grindjet me tjetrin në çdo moment. Jam një person i cili nuk, po i vë fre gojës për shumë gjëra. Jam një person i cili nuk jam paqësor. Jam një person ku ajo zilia është brenda meje vazhdimisht. Edhe ka bërë folen e vetë. Atëherë nuk ekziston urtësia. Urtësia nuk mund të futet në një person të tillë, në një shpirt të tillë, i cili vazhdimisht është duke u grindur, vazhdimisht duke korrigjuar të tjerët, duke i dënuar të tjerët, duke thënë gjithçka gjithmonë kundër atyre në çdo moment. Por nga ana tjetër, nuk është me mua i cili mbahem mënjan, nuk flas, i lë të tjerë të bëjnë gjithçka, unë jam mënjan nga të gjitha gjërat, nuk marr asgjë përsipër. E di veti. E di shpirti yt, nëse ekziston një diçka e tillë, atëre ne të gjithë, edhe vetëm ne me fus, ne kemi nevojë që Perëndia të na pastrojë, që të na japi urtësinë e vërtetë. Ne në këto momente që flasim si kish, ne kemi nevojë për urtësi, vëllezër dhe motra. Ne kemi nevojë për urtësi nga Perëndia dhe nëse ne nuk i lëm grindjet tona, përçarjet tona, smirat tona, thashë themet, çdo gjë tjetër që e shikoni këtu, që është toksore, që është nga shpirti ynë, nga vetja jon, atëre ne urtësinë e Zotit nuk e marrim dot. Edhe nuk kemi për ta marrë. Dhe nuk do shikojmë dot te dikush tjetër që me të vërtet ai është i urtë nga Zoti. Nuk po flas për urtësinë, siç po e themi në shqip, mos të keq kuptohemi, po flasim urtësi nga Perëndia. Urtësi nga Perëndia do të thotë që është toksore shumë herë, neve themi gjërat këtu të tokës, ne grindemi, ne jemi duke u lutur dhe mirë bëjmë për hallet tona, por kemi ngelur në hallet tona, vëllezër, gjithmonë. Kemi ngelur në hallet tona, në telashet tona, në problemet tona gjithmonë.
edhe ne shikojmë veten tonë. Ndjehemi shumë të gëzuar kur marrim një bekim nga Zoti. Ndjehemi shumë të gëzuar kur, siç na dha dhe kjo ndërtesa. Por çdo gjë, vëllezër, çdo bekim që na është dhënë nga Zoti, është një përgjegjësi. Mos mendoni se është kjo ndërtesë për ne, për të gëzuar ne vendin këtu ku jemi, është edhe për ne, por është edhe një përgjegjësi për lagjen, për gjithçka. Nëse Perëndia të dha, do të thotë që të ka bërë tani të denjë që të japësh edhe ti. Të bëhesh një përcjellës i gjërave. Por nëse unë ngelem të vetja ime dhe jam egoist, ngelem dhe vetjak, ngelem edhe acarohem edhe bisedoj me ty motrë dhe vëlla, bisedoj me ato momentet e mia, ashtu siç mendoj unë, ashtu siç ndihem unë, ashtu në ndjenjat e mia të flas ty, pa menduar as pak. Atëherë nuk ekzercon urtësia tek unë. Më kote kërkoj urtësinë, nëse nuk jam pastruar nga të gjitha këto të tjerat, më poshtë, më lartë që lexuam. Nëse nuk e pastroj dot veten dhe nuk i flas Perëndis, jam përpara teje, dorëzohem, më pastro ti. Atëherë urtësia Perëndis nuk mund të futet brenda meje, nuk mund të bëj dot folen, nuk mund të punoj dot fryma e shenjtë me mua tek ty. Dhe nga ana tjetër, e shikoni dhe atë fjalën e cila është vërtet e rëndë, kur thot tek vargu 15 në fund, është toksore, shpirtërore dhe djallëzore. E pranoni si fjalë që është djallëzore? E pranojmë nga fryma e Perëndis që është djallëzore? Shikoni, ne nuk jemi të djallit. Ne nuk adhurojmë djallin, ne nuk po bëjmë ritje të veçanta, por kujdesa ma. Është e njëjta gjë që thuhet tek Timoteu 4:1, kur fjala e Perëndis flet aty tek Timoteu dhe pali i drejtohet besimtarve, u drejtohet me të njëjtin mentalitet. Pse? Sepse fryma, thot shkoqur, se në kohët e fundit disa do mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve. Brenda në kishë ishin, jo jashtë kishës, i vërën veshin frymave gënjeshtare dhe të demonëve brenda në kishë, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre. Pse? Sepse ndërgjegja e tyre brenda në kishë, në kohët e fundit, vinë gënjeshtrat nga djalli, vinë njerëz pompos, orator, vinë njerëz të cilët po japin një urtësi të reme, e cila nuk është urtësia Perëndis, dhe ti nuk shikon këto vetit që po flasim sot këtu, po që po themi sot këtu, me urtësinë, me mirësinë, me zemërbutësinë, me cilëtësinë e saj, të pastërtinë e saj, po shikon një person i cili e kap çdo përgjigje në majtë hug gjuhës. Është ditë të thotë gjithçka, por ama nuk të drejton tek Perëndia. Të drejton tek bota. Të drejton tek djalli në një farë mënyrë dhe të thotë që kështu është tani sistemi i ri. Çfarë do ti? Vëllezër, më vjen keq që kam përdorur shumë herë në predikime, po jam shmangur jashtë mase kur dëgjova këtë gjë nga një motër. Mamaja e vëse njef, motrën, çfarë bën djali yt, i thash, si kalon? Lavdi Zotit, djali im u shërua. Po i thashëm, si u shërua, çfarë do të thuash? Ka gjetur një vajzë dhe bashkëjeton me të. U çlirua. Thashëm, pse thua lavdi Zotit? Kam ngelur i shtangur, kur e dëgjova për herë të parë këtë gjë, ngela dhe u befasova, dhe ajo është një motër që ngret duar lart dhe adhuron Zotin kur shkon në kishë. Edhe fëmia i vet jeton, bashkëjeton, nuk e di se çfarë po bën tani, por dua t'ju them çfarë mentaliteti po kalon nëpër kishat tona. Çfarë mentaliteti i cili nuk gjykohet. Edhe unë, nëse nuk e ngre zërin tim në një mentalitet të tillë, atëherë edhe unë jam fajtor. Edhe ti je fajtor. Nëse do ta shikosh tek tjetri dhe nuk i thua asgjë, muhabeti se ne prishëm shoqërinë. Sepse sa herë që shikohemi në sy, i them, si e lejove ti këtë në jetën e djalit tënd? Ti jeton mbrapa bote, je budalla.
ti nuk shkon me kohën, ti nuk di, ti nuk mund të gjykosh dot. Pra, nuk mund të gjykoj dot si gjykon ti motra ime, apo si do gjykoj një vëlla tjetër i cili mund të bëj gjëra të lëmsh. Sepse fjala e Perëndis thotë që është djallëzore, është nga djalli, do të futen frymra të tjera brenda në kish që do të thonë gjithmonë nuk ka problem, mund të bësh çfarë të duash. Ti do shikosh veten tënde dhe shumë herë kemi arritur vëllezër që ai fryti i egoizmit, ai fryti i xhelozisë, ai fryti i vetmisë time të qëndroj në vetmin time dhe të jetoj si të dua unë, ai të triumfoj. Por ajo nuk është ajo që do Perëndia. Dhe nuk do më japi Perëndia urtësinë. Në qoftë se unë qëndroj në xhelozitë e mia, në qoftë se qëndroj në vetmin time, më ka ndodhur shumë herë. Më ka ndodhur në jetën time, besoj dhe ju ka ndodhur. Mund të kesh kaluar një javë tepër të stresuar, me punëra të ndryshme që secili ka përgjegjësitë e veta, kur ke të bësh shumë herë me pacient, me persona, me njerëz që janë të mëdhenj në moshë, ke përgjegjësira të ndryshme, vjen i stresuar. Vjen sepse çdo moment të kërkohet një diçka tjetër dhe gjithë ajo puna të rëndon fizikisht edhe në ndërgjegjen tënde, edhe moralisht. Edhe shpirtërisht të ndikon jashtëmase. Edhe vjen me rimënjan, edhe thua, unë dua të shlodhem. Nuk dua të më flasi asnjëri, dua të shikoj veten time, dua të shikoj rehatin tim, dua të shikoj pak qetësinë time. E kuptoj për një farkohë që mund ta bësh, sepse je i stresuar, je i presuar në atë punë, por nuk mund të vazhdoj kjo gjithmonë. Sepse atëre djalli do të kapi. Djalli do të kapi dhe do të thotë ti tani ke nevojë më njan të rish. Mos rri me vëllezrit, mos rri me motra, mos rri me njërin, mos rri me tjetrin. Rri më njan dhe shiko veten tënde. Edhe kjo është nga djalli, nuk është nga Perëndia. Vëllezër, sa herë ka ndodhur që dikush prej nesh apo edhe neve, pjesa më e madhe kemi thënë, unë kërkoj respekt edhe nuk e shikoj. Unë kërkoj tjetri të më flasi me respekt, nuk e shikoj. Unë kërkoj që tjetri të më nderoj dhe nuk e shikoj. E atëherë të gjitha këto janë nga djalli dhe janë kryelartësi, janë personale. Vëllezër, në vargun 16, Jakobi shkruan në rezultatin, në vargun 17, është tani se si do të shikoj unë, si do dalloj unë urtësinë e vërtet. Sepse, më përpara na ka thënë në vargun 16, aty ku ka smir, aty ku ka trazira, aty pra dhe gjithfar vepra të këqija, atje do të ketë grindje. Pse? Sepse nuk ekziston ajo urtësia e vërtet. Në qoftë se ne nuk e duam urtësinë e vërtet, a dini që grindje do vazhdojnë, smira do vazhdojnë, përçarje do vazhdojnë, edhe ne nuk mund t'i bëjmë dot ballë këtyre gjërave. Po u flet kishave, nuk po u flet njerëzve jashtë. Edhe kishave në fund fare po u jet një zgjidhje. Doni të dalloni urtësinë e vërtet? Duam. Doni të dalloni atë urtësinë e cila thot jashtë, tani akoma në 2025 ti akoma beson tek Perëndia? Perëndia le të bëj punën e vet. Ne bëjmë punën tonë. Dhe kjo është urtësi prej tyre. Ti je me shkollë mër buri dheu, ti je i qytetruar mër. Ti ke bërë kaq, nuk e di se sa ke bërë, sa gjëra ke bërë. Akoma beson tek Perëndia? Edhe tallin njerëzit. Edhe tallin dhe këmbgulin e tallje. E këmbgulin e tallje akoma dhe në punën tonë, varet në çfarë ambient je, këmbgulin e tallje sepse ata e konsiderojnë që je pa fuqishëm, të konsiderojnë që je nuk je i fortë si punë e tyre. Të konsiderojnë sepse nuk po bën dredha, apo të konsiderojnë sepse je një qullash. Sepse nuk po e bën jetën siç po e bëjnë ata. Ndërsa urtësia jonë, në të cilën ne duam të ngelemi, që vjen nga lart, që është prej Perëndis, që është e perëndishme, është e pastër, është paqësore, është e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, është e paanshme dhe jo hipokrite. Vëllezër, duke e mbyllur këtë predikim, mos ta zgjasim, le të hetojmë veten tonë. Le të shikojmë një herë veten tonë dhe të themi, unë këto frytet që thot këtu, e butë,
e pastër, e paanshme, jo hipokrit, jo xheloz, jo me mëri, jo me acarime. Këto unë i kam. Sepse këto janë frytet e urtësisë nga Perëndia. Në qoftë se nuk i kam, atëre jam ai që duhet të shkoj tek Perëndia. Jam ai që duhet të shkoj tek Perëndia dhe t'i lutem të më japi të punoj brenda vetes time, po ta lë të më punoj. Ka shumë rëndësi ta lë të më punoj. Ka shumë rëndësi ta lë Perëndin të punoj shpirtin tim. Në qoftë se nuk e lë, nuk bëhet asgjë. Do jem një dëgjues i mirë, do jem një person i cili vi në kish, largohem, lexoj fjalën, por nuk do punoj me veten time, me karakterin tim. Edhe nuk do ta marr atë urtësinë. Urtësia Perëndis vërllezër është ajo që nuk lëkundet, është pajtuese. Dhe ne kemi nevojë për zemra pajtuese që duan të pajtojnë, jo për zemra të acaruara, dhe ju e dini se çfarë nën kuptoj. Ne kemi nevojë për pajtim, për paqe, për lidhje më të fortë njëri me tjetrin, nuk kemi nevojë për acarime dhe për ta qelluar tjetrin sa më fort të mundemi. Sepse nuk është urtësi. Nga fjala e Perëndis, në qoftë se ti thua që je një i ri dhe unë nuk e kam kaq shumë nevojë urtësinë sepse më mban mësimi im, më mban diploma ime që do të marr, ti ta dish ama, sepse përpara kur kaloj, ktheu përsërit ato predikimet që kemi bërë para vitit të ri, kur ishin predikimet të veçanta për të riun dhe për të ren. Ja τους νέους, για τις νέες, πριν τα Χριστούγεννα ήτανε κηρύγματα που αναφερθήκαμε. Ακούστε τα πάλι. Fjala e Perëndis thotë që ka një rrugë që mua si njeri do më duket e drejtë, tek fjalët e urta të kapitulli 14. Dhe unë mendoj se si njeri me të gjitha këto që kam, jam në rrugë të drejtë. Por nuk mund të jem dot në rrugë të drejtë sepse ndryshe më thot Zoti, ndryshe më thot Perëndia. Prandaj, mund ta refuzosh sot frytin e kësaj bote, urtësinë e kësaj bote e cila do të të çojë një ditë në gremin, apo nuk e refuzon dot. Mund ta refuzosh edhe të thuash Zotit, unë nga që dua të ndjek ti, dua të më japësh urtësinë tënde, që të jem fitimtar në botë, edhe të marr si i ri apo e re, si një person që do dalë nesër në jetë, të marr vendimet të shpejta. Dhe ne si të mëdhenj duhet të lutemi për të rinj tan, ata të marrin vendime të shpejta në dritën e Perëndis. Vendime që janë bazuar tek Zoti dhe Perëndia dhe të jenë të bindur pse e morën atë vendimin. Atëre, cila urtësi e udhëheq jetën time deri tani? Nga cila urtësi jam udhëhequr dhe po udhëhiqem unë çdo ditë? Kjo është pyetja jonë. Dhe në qoftë se xhelozia vazhdon, në qoftë se smira vazhdon, në qoftë se ankesat, zënkat brenda meje vazhdojnë, atëherë unë duhet të shikoj ku kam ngecur. Dhe jam i bindur që Perëndia do të vi, do të çliroj, edhe do të japi në qoftë se zemra jote është e pastër dhe kërkuese. Në qoftë se heq të gjitha këto mënjan, mund mos të heqësh dot vetëm, por Perëndia mund të të drejtojë të heqësh, edhe ti të thuash unë erdha për të marrë urtësinë tënde, më ndihmo, dhe Perëndia gjithmonë ndihmon. Amin. Amin. Atëre, le ta mbyllim me një lutje së bashku. Dhe Zoti akoma më tej të flasi brenda shpirtit ton nëpërmjet frymës së shenjtë. Zoti shenjtë, ne duam të lutemi dhe për një herë akoma, dhe të themi se jemi të gjithë të uritur për një zemër të pastër përpara Teje, o Ati shenjtë. Jemi të uritur për të bërë paqe. Duam të jemi paqedashës njëri me tjetrin. Duam të jemi paqeruajtës, o Ati shenjtë. Duam të përgjigjemi butësisht kur ndihemi shumë herë të zemëruar apo kur ndihemi shumë herë të cënuar. Duam të përgjigjemi butësisht kur shumë herë e shikojmë veten tonë që acarohemi për të mbrojtur të drejtat tona. Të lutem o Atë. Hap na syt për të parë zemrën, shpirtin e lënduar, nevojat e tjetrit.
Hap na zemrën o Ati Shenjtë, të na shlirosh nga favorizimet të ndryshme, nga gjërat e mia personale, nga gjërat e secilit që kërkon majtas djathtas për të marrë të drejtat e veta. Të lutem o Atë. Bëna një libër të hapur njëri përpara tjetrit. Bëna një libër të hapur që të shikojmë dhe të flasim njëri me tjetrin, të shfaqemi ashtu siç jemi brenda shpirtit ton. Mos të kemi hipokrizi. Të lutem o Atë. Duam të na bësh të gatshëm për korjen e madhe. Ti na thua jashtë që ka shumë të kora dhe duen që të vim punëtorët dhe ne duam të vim, të jemi punëtorët e tu, të vim aty, por të vim me urtësinë tënde. Urtësia jote të na udhëheq, asgjë tjetër. Fryma jote e shenjtë, asgjë tjetër. Dhe të gjitha ato që bota i pagzon urtësi, që janë djallëzore dhe mishore, ne nuk i duam. Duam dhe njëherë ti të na drejtosh. Në emrin e Jezusit lutemi shpëtimtarit ton. Amin.